Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi në një replik me kryeparlamentarin Niko Peleshi lëshoi batutën "bëu gati për të lënë postin që sapo more". Një deklaratë që në pamje të parë u mor si shaka, por që në fakt përputhet me lëvizjet që po ndodhin në prapasken brenda mazhorancës, që në momentin e zgjedhjes së Nikos si kryetar kuvendi në korridoret e PS-së është përfolur se mandati i tij do të jetë i shkurtër. Sipas burimeve Rokada, është planifikuar për fillimin e vitit 2026 dhe do të sjellë në krye të kuvendit Auland Ballën, një nga njerëzit më besnik të Edi Ramës. Ky ndryshim shihet si pjesë e fazës së luftës që kryeministri ka paralajmëruar për periudhën pas fundvitit, me synimin nisjen e reformave të mëdha ligjore dhe kushtetuese. Burime nga grupi socialist konfirmojnë se Rama e konsideron Peleshin njeriu në periudhën së paqes, ndërsa Ballën si figurën që duhet udhëheq për plasjet e ardhshme në parlament. Në planet e Ramës përfshihen rishikimi i ndarjes territoriale, ligji i ri zgjedhor dhe një ndryshim i mundshëm kushtetues për zgjedhjen e presidentit me votë popullore. Damian Gjiknuri dhe Ert Blukbashi po punojnë për detajet e këtyre ndryshimeve që pritet futen në kalendarin e kuvendit brenda vitit të ardhshëm. Nëse zhvillimet në SPAK do të jenë në favor të qeverisë, faza e re politike e Ramës mund të nisë që në janar. Në të kundërt, ajo do të shtyhet për në pranverë me Auland Ballën në krye të kuvendit për të drejtuar luftën e re të mazhorancës.